Përshëndetje shenja e dashit, kush po mendon për ju? Kartat që më ranë janë Karroca, Gjykat dhe Mërkuri retrograd. Atëherë, ju lutem, keni parasysh se interpretimi nuk mund të rezonojë me të gjithë. Duket se personi që mendon për ju është një person me energji të fortë, i vendosur dhe ndoshta me një sfond profesional apo juridik. Karroca tregon për dikë që ka vullnet të fortë dhe dëshirë për të ecur përpara, por njëkohësisht mund të jetë në një fazë vendimtare të jetës së tij. Ky person mund të jetë duke marrë një vendim të rëndësishëm, qoftë për ju apo për veten e tij, dhe ndjen që ju jeni pjesë e kësaj dileme. Karta Gjykat më tregon se ky person mund të jetë i përfshirë në një çështje ligjore apo në një proces zyrtar që mund të jetë divorc ose situata të tjera ligjore. Ka shumë mundësi që ai ose ajo të jetë shumë racional në ndjenjat që po përjeton ndaj jush. Karta Mërkuri retrograd sinjalizon rikthim mendimesh nga e kaluara, që mund të jenë keqkuptime apo komunikime të bllokuara. Kjo kartë sugjeron se ky person nuk është dikush i ri, por dikush që ju ka menduar më parë, ndoshta ka qenë pjesë e jetës suaj më herët dhe tani po përpiqet të rikthehet në mënyrën e vet, me kujtime, dilema ose ndjenja të papërfunduara. Pra, duket se një person nga e kaluara që mund të jetë i lidhur me çështje zyrtare apo vendime të mëdha në jetë, është aktualisht duke menduar për ju. Ai ose ajo ndjen një tërheqje të fortë, por mund të jetë i përfshirë në një proces të brendshëm reflektimi, ku ju jeni pjesë e pashmangshme e këtij skenari. Taçim!